Ma mirë se po takohemi edhe në këtë të mërkur në Libero. Në pjesën e parë të këtij edicioni e kemi të ftuar një personazh shumë të dashur përveç Matan Kufirit në Shqipëri edhe këtej në Kosovë. Ajo është avokate e juriste. Pas përfundimit të studimeve të larta, është emëruar pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Ka qenë sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Drejtësisë, gjithashtu ka qenë edhe avokate e përgjithshme e shtetit pranë gjykatës së lartë, e po ashtu edhe këshilltare e kryetarit të gjykatës së lartë. Për personazhin e sontëm, lirshëm, mund të them se e ka dhënë një kontribut të pashoq në fushën e drejtësisë, sepse shpesh ka zgjidhur çështje të pasgjithshme edhe nga gjykatat. Një gjë të tillë ajo e ka bërë në prezencën tonë, në syrin e publikut, nëpërmjet rubrikës e emisionit Shihemi në gjyq. Sonte do ta njohim më thellësisht edhe për te punës së saj. E mirëpresim me shumë kënaqësi në studio Eni Çobanin. Mbrëma, mirë se erdhët, kënaqësi që ju kam sonte në Libero. Ju falenderoj nga zemra për ftesën dhe për mua shumë kënaqësi. E sollëm Eni në gjyq edhe në Kosovë. Shihemi në gjyq edhe në Kosovë. Shumë falenderoj. Ju thash zonjave nëse keni probleme me bashkëshortët, e kemi zonjën. A di çfarë than tani inshallah zbohemi për te Eni. Ashtu. Sigurisht që unë merrem me problematika shumë të rënda, në fakt, të cilat një pjesë prej tyre i kam përcjellë nëpërmjet televizionit, por në fakt ashtu është. Unë nuk dua asnjëherë që njerëzit të kenë problemet të tilla, por jeta t'i sjell. Dhe shumë mirë që ka një dritare për të folur për to, dhe pse jo dhe për t'i zgjidhur. Në prezantimin tim thash ka zgjidhur çështje të cilat edhe për gjykatat kanë qenë të pasgjidhshme. Është shumë e vërtet, Resul. Unë tani më kam një eksperiencë të gjatë profesionale, më pas edhe mediatike, dhe kam pasur fatin e madh që edhe në media kam bërë profesionin tim. Pra nuk e kam ndryshuar natyrën time. I kam qëndruar strikt dhe me shumë drejtësi dhe lishmëri profesionit tim. Jam munduar të bëj më të mirën, siç thatë dhe ju me problematika shumë të rënda familjare, por deri sot kanë dalë rezultatet vetë, ju i keni parë vetë, dëgjuar vetë, kështu që mua nuk më ngelet shumë për të folur për to. Dhe jam shumë e lumtur për gjitha rastet që kanë marrë zgjidhje. Gjatë bisedës do të fokusohemi veçmas edhe tek shihemi në gjyq dhe rastet, po në fillim ne kemi kërkuar nga ti shkruash një letër vetës. E kemi si rubrikë të emisionit dhe ti i ke shkruar letër vetës. I ke shkruar ndonjëherë? I kam folur. I ke folur. Hera e parë që i shkruaj. Si ishte? Ju falenderoj shumë e vështirë, sepse ti flasësh vetes është një anë, po të rish dhe të shkruash atë që ti ja thua vetes dhe vetëm vetes tënde, tani më do t'ja thuash dhe publikut, është shumë e vështirë. Jam munduar të hedh disa reshta, nuk e di se sa do të më përshtaten. Me shumë kënaqësi po të dëgjojmë. Ka net kur heshtja bëhet e rëndë dhe mendimet më ndjekin si hije të gjata. Në ato momente, ndjej një boshllëk të pashpjegueshëm. Një mall për diçka që nuk di ta emërtoj. Është e shkuara që më thret? Është një ardhme që nuk di si ta prek? Apo është vetëm unë, e humbur diku mes asaj që kam qenë dhe asaj që duhet të jem? Ndonjëherë ndjej veten si një udhëtar në një rrugë që nuk ka fund. Njerëzit vinë dhe ikin, si era që përgëdhel gjethet, dhe pastaj i merr me vete ato. Disa më prekin shpirtin dhe lën gjurmë. Të tjerë kalojnë si hije pa lënë asgjë pas, por unë mbetem këtu, në këtë udhëtim të pashmangshëm brenda vetes time, duke kërkuar një përgjigje për pyetje që as nuk i di si t'i bëj. Sa shumë herë jam përpjekur të kuptoj veten, të ndjej nëse kam bërë zgjedhjet e duhura,
Nëse rruga që kam ndjekur ka qenë e imja, apo e dikuj tjetër? A mund të kthehem pas? A mund të rregulloj atë që është thyer? Apo duhet të mësoj të eci mbi plagët e heshtura, që nuk duken, por që ndihen thellë? Më trishton ideja se koha nuk kthehet pas, se çastet që kam humbur janë tretur në një hapësirë të pakthyeshme. Por ndoshta ky është kuptimi i gjithçkaje, të mësosh, të ecësh edhe kur nuk ke përgjigje, të jetosh edhe kur zemra të rëndon, nga peshat që askush nuk i sheh. Sepse në fund, nuk ka një destinacion përfundimtar. Ka vetëm kyçjen e syve në fund të ditës dhe pyetjen e vetme që vlen. A jetova këtë ditë me ndershmëri, me ndjenjë dhe me kuptim? Ndoshta gjithçka që mund të bëj është të pranoj veten. Me gjithë gabimet, me gjithë pendesat, me të gjithë ëndrat e pathëna, dhe në fund, ndoshta nuk ka rëndësi se sa larg shkoj, por sa ndershëm jetoj brenda vetes time. Faleminderit. Faleminderit. U emocionova në çik tani se... Me vëmendje dëgjova një letër e thellë, filozofike, më bëri përshtypje kjo pjesa sa shumë herë jam përpjekur ta kuptoj veten. Të ndjej nëse kam bërë zgjedhjet e duhura, nëse rrugat që kam ndjekur ka qenë e imja apo e dikujt tjetër, a mund të kthehem pas? A mund të rregulloj atë që është thyer? The që trishton gjithashtu edhe koha nuk kthehet. Pra që koha nuk kthehet. Ke dashur ndonjëherë ta rikthesh kohën? Për disa raste po. Por sigurisht kjo nuk bëhet dhe nuk është e mundur, por jam munduar që në rastet e tjera që kanë ardhur të rregulloj atë që s'kam arritur në ato raste. Dhe besoj që kam kompensuar brenda vetes atë pendesën që nuk kam arritur dot në rastet e kaluara ta bëj. Ke pendesa në jetë? Patjetër, patjetër. Unë jam njeri si gjithë të tjerët, që normalisht në çdo ditë time mundohem të bëj më të mirën, por pse jo, edhe në fund të ditës mendoj që diçka kam lënë mangut. Ajo është pendesa ime. Atë gjë që i kam lënë mangut, njerëzve të mi të dashur, apo diçka e të jetës time që nuk kam arritur dot ta bëj. Si qasësh ti pendesës? Edhe pyetja ime është shumë kështu. Shumë e thellë, shumë e thellë. Qasja në pendes, shiko, varet se për çfarë pendohet njeriu. Dhe unë mendoj që nuk hy në pendesat aq të rënda për të cilat ti fillon dhe vuan. Ato janë pendesa në përditshmërinë tënde, në kuptimin që dita ecën, orët ikin, javët gjithashtu, vitet ikin, ne themi janë numra, por në fakt ne i kemi brenda vetes, dhe ti nuk arrin dot të bësh një barazvlerë për sa i përket asaj që lë dhe asaj që bën. Kjo është pendesa në këtë rast. Sa unë do të heq nga ajo që bëj në përditshmëri për këtë pjesën që e lë pak mangut. Deri sot vazhdoj me pendesa. Nuk e di ç'do bëj nga kjo biseda jonë dhe më tej. Megjithatë në fund të letrës ose fryma e letrës është e tillë që ti e ke akceptuar veten. Je kjo që je. Jam kjo që jam. Kur e ke arritur këtë? Që ta akceptosh veten? Sigurisht edhe kjo do kohë, do punë me veten, patjetër. Me profesionin, me familjen, me besoj shoqërinë. që në kohën në cilën unë jetoj, në vitet që kam, në logjikën që unë ndërtoj mbi ngjarjet, mendoj që kam disa vite që kam pranuar enin kështu siç është, dhe jo se jam dorëzuar, por i kam thënë vetes që meqense i kam vënë një objektiv dhe një fokus, unë do t'i shërbej deri në fund asaj. Pavarësisht se çfarë lë nga jeta ime. Faleminderit. Letra jote përshkruan jetën tënde dhe jeta jote lidhet edhe me avokatin. Jeta jote është avokatia. Kemi një led me fotografi ku ju jeni në detyrë. Shumë më e re. Çfarë të kujtojnë këto dy fotografi? Fotografia që është në krahun e majt timin, aty me ato tekstet, është fotografia e parë që unë kam filluar shihemi në gjyq. Kjo e para është. Ajo tregon... Kështu ke nisë. Kështu kam nisur. Dhe them që, jo pa qëllim me solla tek ju si foto, pikërisht për treguar që unë nuk e kisha menduar peshën e atyre librave që kisha në dorë.
Dhe mbas 14 vitesh, po kuptoj që në fakt e fillova rënd, dhe rënd po vazhdon dhe nuk e di se kur do të lecohem do njerë. Ma mërmëndja që nuk do arrit do të lecohem. Si lindi kjo rubrikë? Si lindi Shihemi në gjyq? Shiko, lindi thjesht nga një biset, miq, midis meje dhe zotit Gjebreja që besoj për gjithë Kosovën është një personazh shumë i dashur edhe një moderator shumë i njohur. Arditi kishte në fakt një mendim. Mendoj që ofrimi ndaj meje nuk ishte thjesht sporadik, por ai kishte qenë shumë larg pamës, e kishte kuptuar atë përgjegjshmëri që sa do unë e jepja në për intervista të ndryshme në për televizione, dhe më thotë Eni, kam dëshirë që të dy të bashkëpunojmë për një projekt të tillë. Të them të drejtën, isha shumë skeptike, unë e njihja deri atëherë realitetin shqiptar, ti merrje njerëzit dhe ti çoje në televizion për të folur për hallet e shtëpisë, më duke shumë e vështirë, sepse unë vetë vija nga një familje shqiptare dhe e dija se çfarë ndodh në familjet shqiptare, por në fakt ndodhi çudia. Dhe unë besoj që ai vit ka qenë jo viti vetëm i ndryshimit tim, po i ndryshimit një mentaliteti të madh mbar shqiptar, sepse unë jam falenderuese dhe i përulem çdo protagonisti dhe shqiptari që është bërë bashkë me mua në këtë mision të madh, sepse pa ata unë nuk do isha këtu tek ju, nuk do isha zonja Eni, nuk do ishte bërë Shihemi në gjyq. Kështu që falenderimi madh i shkon të gjithë atyre që kanë marrë pjesë, kanë besuar në këtë mision dhe sigurisht që unë kam bërë maksimumin me përgjegjësinë time për treguar që kjo gjë është e vërtetë. Do shumë impenjim. Shumë impenjim. Ta merr jetën, po edhe ta jep jetën, se bëhet pjesë e jetës tonë në një farë mënyre. E ke menduar se do të zgjas? Është lëkura ime e përditshme. Ka gjatë? Tani, ju jeni pjesë e medias vetë, unë jam më pak se ju mediatike në kuptimin e formimit, sepse unë jam juriste, u futa në media nëpërmjet këtij misioni, por nuk besoj që të ketë emision më jetë gjatë, sigurisht gjithmonë profesionale, pra flasim që takon vetëm me një tipologji të rasteve, se është ndryshe kur bëjmë biseda si ju dhe ju ftoni njerëz të ndryshëm. Por unë bëj vetëm një tipologji, jo, ishte jashtëpritshmërive. Ka qenë jashtëpritshmërive të mia, të Arditit, të kujdo, sepse realisht nuk menduaj që shqiptarët do ta përqafonin kaq shumë ndërmjetësimin. Dhe mua më vjen shumë mirë që sot shqiptarët e dinë, e kuptojnë, e përqafojnë dhe e vazhdojnë ndërmjetësimin. Ndërmjetësimi për mua ka qenë një revolucion shumë i madh në mendimin dhe jetën e çdo shqiptari. Pra që do të thotë që para se ne të shkojmë në ekstreme, të cilat unë quaj gjykatën dhe prokurorinë, ne së pari duhet të mësojmë të komunikojmë me njëri tjetrin. Është shumë e rëndësishme të komunikosh mirë. Po komunikove mirë, unë them që u bë zgjidhja. E çfarë do lloj konflikti që ne mund të kemi? Pa dyshim kjo për shqiptarët është një arre fort, kështu. Për të thyer, sepse patjetër, por besoj që ka filluar ara të marri disa të çara dhe unë besoj që do duhen akoma vite, pa diskutim, që ne të kuptojmë që gjithçka ka raste që të kanë lënë pa komunikimi. gjumë, ka raste që Vazhdoj dhe jam pa gjumë. Gjumi im është prishur tani më prej vitesh, sepse kam shqetësimin, kam merakun, çfarë do bëhet nesër, si do shkoj në gjykat, çfarë do themi, si do përcillen gjërat tona, domethënë kam një sër problematikash që unë patjetër është nata ajo që unë flas me veten dhe sot i kam shkruar përpara jush. Faleminderit shumë. Tani pa avokatin, si do t'ishe ti? E ke menduar ndonjëherë? Do isha në atë dëshirën time të parë, mjeke. Mjeke. E ke pas këtë dëshirën. Ka Është e qenë përgjithshme. pasioni im. Pasioni jetës time, unë në fakt kam pasur një daj shumë të njohur. Besoj që nga mjekët më të mirë që ka pasur Shqipëria, Fadir Spahiu, dhe besoj edhe në Kosovë është goxha i njohur. Dhe duke pasur atë si idhull, ai ka pasur diferencë të madhe dhe me nënën time, se ishte vllai i madh dhe ne e shikonim si të madhin e shtëpisë. Dhe kam pasur dëshirë të ndjek rrugën e tij. Nuk mu dha mundësia, por unë besoj që drejtësia më bëri që ta dashuroj akoma dhe më shumë mjekësinë si mendim, sepse arrita të shëroj në drejtësi shumë zemra shqiptarësh. Dhe për këtë jam shumë e lumtur.
që bëra atë që unë doja në fakt në vetvete, shërimin nëpërmjet një profesioni tjetër, sikundër është drejtësia. Dhe kjo është një plagë shumë e madhe, kjo pjesa juaj. A ma komenton edhe fotografin tjetër se mos na mbetet? Ai është Altin Çomo, ish kryetari i Bashkisë Libohovës, dhe unë në vitin 2014, me qënë se jam vajzë Libovite, pra baba im vjen nga Libohova e Gjirokastrës, jam bërë qytetare nderi e Libohovës. Kështu që ka qenë një moment shumë i veçantë në jetën time, sepse lindur edhe sigurisht dhe nga mosha, unë qytetare nderi gjithmonë mendoj njerëz një çik në moshë, të mëdhej, që kanë dhënë kontribute të mëdha, unë e kam quajtur një vlerësim shumë të madh në atë kohë, dhe vërtet e ruaj në albumin tim në një nga fotot më për zëmër që kam. Na kësi kur të nderojnë Patjetër. në origjinë. Patjetër. Te kemi parë duke zgjidhur probleme në ekran. A je ka që mirë edhe në zgjidhjen e problemeve tua? Vetën e lë një qik pas doret, them drejtën për ca gjëra. Çuditërisht problemet e veta njeriu nga ndonjëherë nuk i zgjidh aq mirë sa problemet e tjerëve. Sepse mendon që se janë të mia dhe i zgjidh. Por në fakt duke i lënë pak pas dore edhe ato bëhen dhe pastaj duhet të përqendrohesh mirë për t'i zgjidhur. Kështu që në fakt është e vërtet. Nuk kam pasur shumë probleme në fakt për t'i lënë pas dore, po edhe ato pak që kanë qenë, tani kanë filluar t'i vënë në vëmendje, kështu që i ndjek paralelisht. Edhe të tjerëve dhe timen. Avokatët, a janë njerëz të ftohtë? Po nuk ka lidhje me avokatin, ka lidhje me karakterin, me njeriu. S'ka lidhje me avokatin. Avokati është si mjeku, si agronomi, si mësuesi. Ti ke një mësues që të rivrash, ke një mësues që të do shumë. Kështu që kështu është dhe avokati. Ka avokat që janë shumë të dashur, ka avokat më strikt që si natyra, domethënë nuk të japin shumë afrimitet, po janë shumë të mirë. Pra, nuk ka lidhje me avokatin si profesion të qëndruarit pak ashpër. Unë them që është karakteriale. Ama duhet pak me mbajt distancën, ha? Se ke probleme që nëse zhytesh aty. Këtu tani unë të dua debatoj pak me ty, sepse në qoftë se avokati do ri pak larg dhe pak i ftohtë, nuk është avokat. Avokati është njeriu i shtëpisë, njeriu i familjes. Kështu duhet ta konceptojmë. Patjetër. Njerëzit që vinë tek unë, ose ato që ju përcjellni, se ju s'përcjellni asnjë të 100-ën të asaj që unë bëj, normalisht në përditshmëri, pra habiten dhe bashkëpunëtorët e mi, sepse unë i thras në emër. Pra kaq të afërt i kam. Pra përfshihesh. Përfshihem patjetër. Jo në të kundër do më kishin ndjekur 14 vjet. Do ta kishit fikur televizionin. Por ju më ndiqni sepse shikoni që jeni është shumë afër jush. Unë i dua ata si veten. Hallin e tyre e ndjej si hallin tim. Dhe mendoj për zgjidhjen sa më të shpejt, sepse e kuptoj ankthin e tyre dhe shqetësimin e tyre. Dhe shpejtoj pikërisht se dua t'ju zgjidh hallin. Nëse ti nuk futesh, atëre iku profesioni. Faleminderit shumë. Kemi një video nga 2 miq turp. E ndjekim. Eni Çombani mbetet një ikon në televizionet shqiptare, mbetet një mik e çmuar e gjitha emisioneve, e moderatorëve të televizioneve shqiptare, është autore e emisionit Shihemi në gjyq, një emision shumë i shikuar dhe i vlerësuar nga gjithë kritika e mediave në Shqipëri dhe më gjerë. Është një juriste shumë e mirë, por njëkohësisht ajo është edhe një pedagog e shkëlqyer. Ajo ka shkëlqyer edhe si zyrtare shteti, është një mik e çmuar për të gjithë ne gazetarët. Kam më shumë se 30 vjet që e njoh dhe ruaj konsideracionet më të mira për të. Përshëndetje Eni, përshëndetje të gjithë shikuesve në Kosovë veçanërisht, po sigurisht edhe në Shqipëri, sepse ky program ka audiencë gjithë shqiptare. Jam shumë i lumtur që sot kam mundësi të jap një mesazh për një ndër personazhet më të dashur të jetës time. Jo vetëm si një personazh publik që patjetër tashmë e njohin dhe adhurojnë të gjithë shqiptarët, me pozicionin e saj pranë formatin është shumë të ndjekur televiziv Shihemi në gjyq, por mbi të gjitha për njeriu e mrekullueshëm që Eni Çobani është. Nuk e di se sa njerëz kanë patur mundësinë që ta njohin nga afër dhe të rinë realisht me të. Unë kam patur këtë fat dhe jam shumë i lumtur, sepse neve kemi edhe një lidhje fare fisnore, disi të largët, por gjithsesi si thua njerëzit tanë kanë patur një marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin, kështu që përveç formateve televizive në të cilat kemi bashkëpunuar që në 2011 te Supermodel of Albania,
kemi patur dhe këtë lidhjen familjare. Tani jeni ka ndihmuar shumë njerëz, domethënë është Nën Tereza e ligjit shqiptar, sepse ndërmjetësimi është shumë i rëndësishëm që çështjet të mos përkeqësohen. Dhe ne kemi parë në shoqërinë tonë raste nga më të çuditshmet, kemi parë raste të cilat përshkallëzohen deri në vrasje, në dhunë fizike, në dhunë psikologjike. Kështu që ndërmjetësimi është një element shumë i rëndësishëm për të shmangur edhe këto proceset e zvarritura gjyqësore. Dhe jeni e ka bërë më së miri këtë punë. Por në gjithë këto raste që ka asur, si në jetën e përditshme profesionale, po aq edhe në atë televizive profesionale, unë dua ta pyes se cili ka qenë rasti më i vështirë që ndoshta e ka përjetuar aq shumë sa që si thua punën e ka marrë me vete edhe në shtëpi. Edhe t'ju uroj çdo të mirë Enit dhe të gjithë juve në Kosovë, televizionit tuaj dhe të gjithë shqiptarëve kudo ku janë. Ju përqafoj. Surprizë shumë e bukur nga dy miq shumë të mirë, që në fakt ju kërkojnë ndje sepse kam pak kohë që nuk i takoj, po me këtë mesazh që më çuan, besoj që më kanë çuar edhe një mesazh që jeni kujtohu, sepse ne jemi këtu dhe duam të takojmë. Pra dhe Beto dhe Bledi janë dy miq shumë të mirë të mit. I falenderoj nga zemra, i dua shumë. Dhe kafe nesër direkt, edhe me Beto dhe me Bledin, pa diskutim. Bledi pati një pyetje. Po, shumë e bukur. Që ma bëjnë në fakt të tërë dhe ma bërë edhe ti pak ka shumë larg. Pra, a i qoj në shtëpi, pa tjetër. Shqiptarët janë shtëpia ime. Shqipëria tani më është vendi ku unë jo vetëm nuk e mendoj të largohem ndonjëherë, por mendoj që është vendi më i duhur që Zoti më pruri për të punuar dhe për të shërbyer. Sepse kam ndjerë një dashuri, një mirësi, një përqafim të përditshëm si nga larg dhe nga afër që unë jam borzhli për të rjetën. Falenderoj çdo shqiptar për dashurinë e pamat që më jep në përditshmëri. Pa dashurinë e tyre, unë s'do isha kjo që jam. Kështu që jam pafundësisht e tyrja dhe ata janë të mit, pa diskutim. Janë foto shihemi në gjyq. Shihemi në gjyq përcillet në Kosovë. Shumë. Ja, ku e ke Kosovën atje. Ke edhe raste nga Kosova, po shumë pak. E profesorin Arif Riza, që e përshëndes, me disa student të Fakultetit Drejtësisë të Universitetit Ukshin Hotit të Prizrenit, të cilët kanë ardhur dhe kanë qenë prezent në ndjekjen e një ndërmjetësimi live në televizionin Klan. Dhe profesorin e përshëndes sepse është një nga ndjekësit më të rregullt të emisioneve të mia, i cili më këshillon, më jep edhe ndonjë mendim të tij, e falenderoj nga zemra. Në fund atje kemi një vajzë nga Lini Pogradecit, për të cilën realisht jo vetëm e dua dhe e kam mike dhe fëmijët e saj gjithashtu, por jam shumë e lumtur se aty ku na shikoni është shtëpia që u krijua dhe u bë fal daljes së saj në emisionin Shihemi në gjyq, pikërisht edhe nga kryetari i bashkisë që vazhdon të jetë sot atje, që u bashkua këtij misioni dhe i ndërtuam një banesë zonjës. Pastaj besoj që Arditi është bashkëpunëtori, njeriu më i afërt edhe i dashur timi në këtë rrugtim kaq të gjatë, i cili ka qenë një mbështetje e jashtëzakonshme dhe unë dua ta falenderoj edhe një kohësisht përpara jush, një të faleminderit madhe sepse ndoshta pa dëshirën dhe vullnetin e tij të mirë për të arritur dhe për të bërë një emision të tillë, ndoshta edhe kjo nuk do ishte bërë. Kështu që Arditi ka një vlerë të jashtëzakonshme në bërjen e emisionit Shihemi në gjyq. Pastaj bashkëpunimi ka qenë shumë frydhënës dhe ju e ndiqni. Thash ju ndjekim në Kosovë, po a është e mundshme të realizohet në Shihemi në gjyq në Kosovë, variantin kosovar? Tani ti më kërkon të dish gjithçka, po nuk i dihet. Nuk i dihet asnjëherë. Nuk i dihet. Sidoqoftë në emisionin e fundit, të dielën e fundit, patë një rast që lidh Kosovën e Shqipërinë. Ma shpjego për audiencën. Besoj që zonjat që janë këtu dhe ato që na ndjekin e kanë ndjekur Hanën edhe Rexhepin. Hana dhe Rexhepi vinë nga Morina e Kuksit. Është lidhur në një bashkëjetesë në Mikushnic të komunës Skënderaj të Mitrovicës, me një zotri, patjetër, i cili në këtë rast, me sa duket, nuk ju ka shkuar bashkëjetesa ashtu si duhet, dhe për këtë nuk kemi asnjë gjykim, sepse ti mund të lidhesh në martesë, mund të jesh në bashkëjetesë, mund të kesh gjëra që nuk shkojnë. Por gjëja më e rëndë në këtë rast, për cilën ne morëm përsipër dhe e bëm publike, ishin pikërisht këto dokumentat që unë kam sjell sot përpara jush, dhe nëse ka
një kauzë për të cilën janë betuar vetes dhe shqiptarve, është pikërisht zonja që ju shikoni atje, Hane Sylla, me komunën Skënderaj dhe Mitrovicën, të cilës i kam thënë vetëm një gjë, në qoftë se ka shqiptar akoma sot që prodhojnë dokumentat të tillë për gratë shqiptare, për nënat shqiptare, duke i lënë vetëm 1 orë gjys në 1 muaj dhe 1 herë në muaj për të takuar 4 fëmijë, këta njerëz duhet të lexohen disa herë, jo vetëm nga televizionet tuaja, po nga çdo televizion i Kosovës dhe i Shqipërisë, sepse nëse ka konflikte familja shqiptare, nuk janë vetëm familjet, po janë këta emra, sepse të bësh vendime të tilla Resul, do të thotë që jo vetëm nuk e do profesionin tënd, patjetër e kam sjell për ju, por sjell dhe fatkeqësi në familje shqiptare. Pra zonja është larguar me dhunë nga banesa, nga xhaxhai i ish bashkëtuesit të saj, është sjell në Morin vetëm me rrobat e trupit, dhe i është thënë që ti nuk ke më punë në familje, ka 4 fëmijë, të cilët nisin nga mosha 16 dhe deri në moshën 5 vjeç, të cilët jo vetëm nuk i ka parë, pas nuk i lejohet që t'i shikoj, me pretendimin se fëmijët nuk e duan, dhe unë nuk mund ta mendoj që 4 fëmijë nuk duan nënën e tyre, por ata mbështeten pikërisht edhe te kjo vendimarrje, të cilën ju e keni aty. Tani ju po thoni bashkëjetues, sepse nuk kanë vënë kuror kurr. Ama kjo më bashkëjetesa duket ka pak e habitshme. 17 vjet, derisa fëmia i parë është 16 vjet. Pas 17 vjetësh nuk ka shku bashkëjetesa. Është prish faktikisht. Ama vendimi në pikën e 3 thotë, mënyra e kontaktimit të prindit, nënës në këtë rast, me fëmijët të mbetën 1 herë në muaj, të premten e parë të muajt për orës 14 deri në orën 15:30. Pra 1 herë në muaj, 1 orë gjysmë, 4 fëmijë. Dhe ky është vendim publik, që është i nënshkruar nga zyrtari Blerim Kuliqi, gjithashtu edhe drejtori Halim Gecaj. Ku e kanë vendos, apo ku e kanë bazën që e kanë marrë këtë vendim, kam 4 ditë që e pres si nderuar, pata një telefonat nga xhaxhai i zotit Rexhepi, pra Jakub Rexhepi është ish bashkëtuesi, nga zoti Sefedin Rexhepi, i cili ndodhet në Gjermani, u shpreh i gatshëm ditën e hënë, zonja Eni, unë do vi atje, sepse gjërat nuk janë të vërteta, dhe unë do përballem me ta, dhe i thash, mirë se të vish. Kur të vish, më thuaj se do dalim të presim, të marrim edhe të cilëdim televizionin Klan, pa u shqetësuar fare. A e di se çfarë ndodhit nesmen? Jam tha me smundje të keqe, tha, dhe do operohem, tha, dhe prandaj tha nuk vi dot. Atëhere, këtu duhet vënë gishti mbi plag, i nderuar, sepse nuk mundet që ne njerëzit t'i lëmë në këtë formë, t'i nxjerrim në rrugë të madhe, t'ju themi nuk ka asgjë në atë banesë, dhe mbi të gjitha t'i heqim dhe fëmijët. T'i heqesh fëmijët një nëne, do të thotë t'i shkulësh zemrën nga trupi. Pra, është e jashtëzakonshme. Ajo zonjë, se ka filluar, se ka mbaruar emisioni, vetëm ka lotuar. Unë nuk mund të lejoj më që burrat shqiptar të bëjnë të qajnë gratë shqiptare. Duhet të marri fund kjo histori dhe këto gra duhet të jenë të dinjitetshme, të ndjejnë që janë gratë të dinjitetshme, fisnike, punëtore, ashtu siç janë, ca punojnë në shtëpi, më shumë se ato që punojnë jashtë, se të punosh në shtëpi është një punë shumë më e rëndë se sa të punosh jashtë, dhe unë nuk do të harroj një frazë të kësaj vajze. Zonja Eni tha, vinin nga 20 veta tha në shtëpi, se kështu jetonin një çik në mënyrë kolektive, nuk e di se si, me xhaxhallar, me familje e madhe, dhe më vinin tha të bëja bukën. E hanin bukën tha të tërë, dhe në fund tha më vinin të tërë tha përballë dhe thoshin ti s'di të bësh bukë, ti e tilla, ti e atilla, dhe unë ngelja tha, ato kishin ngrënë, tha, ishin dhe ngopur, dhe pastaj tha më thonin tha që nuk di të bëj bukë. Pra, e kuptoni se sa fyse, se sa poshtruese është për një grua, e cila për më tepër nuk është vendase, është shqiptare, por ajo vjen nga Morina e Kukësit, gjen një ambient komplet më të ndryshëm se sa ai që ka lënë,
sepse ti mund ta kesh dhe afër qytetit tënd burrin që merr dhe prap hyn në dy mentalitete të ndryshme. Jo në Mikushnic, që unë mezi kam mësuar dhe emrin, se emri është pak i vështirë dhe jam munduar disa herë që ta them të qartë përpara jush, pa flasim për Mikushnicën. Dhe jo më larg se 2 ditë më parë kam takuar një personazh të nderuar që vjen nga Mitrovica dhe është ndarë nga grupimi që ishte unë nuk e pash, është ndarë dhe ka ardhur apostafat për më takuar, më ka shtrënguar dorë dhe më ka thënë, Eni, bravo të qoftë, që ke nxjerr atë mentalitet të mërshëm që ekziston sot në Kosovë. Jo vetëm me gratë nga Shqipëria, por dhe me gratë në Kosovë. Prandaj, i nderuar, e kam pranuar ftesën tënde dhe për këtë arsye. Cilat janë hapat që i ndërmerrni tani? Hapat që janë tani, e para njerë unë jam përfaqësuesja ligjore, që ta marrin vesh këta dy zotrit, ky blerimi me Halimin, unë do t'jem përfaqësuesja ligjore e zonjës. Në të gjithë fazat e gjykimit që do të bëhet në gjykat në shkallës parë Mitrovic. Dhe është bërë seanca e parë i nderuar në datën 13 i pari, se unë jam njeri me letra. Prandaj më duan këto zonjat. Pra unë të sjell fakte. Në 13 i pari 2025 ka filluar gjykimi i kujdestarisë, se nuk kemi zgjidhje martesore, kemi vetëm kujdestari për fëmijët. Dhe ju pas keni të krijuar këtu me ligj në kodin e familjes, se dua të jem korrekte, pikërisht në nenin 6, juve keni organin e kujdestarisë, një arritje jashtëzakonshme, për të cilën unë jam ulur dhe kam studiuar kodin e familjes të Republikës Kosovës, për të qenë korrekt me ju. Dhe çfarë thot? Organi kompetent, pra ky organi që është këtu, do marri pjesë në çdo seancë të gjyqit të kujdestarisë së fëmijëve të kësaj zonjës dhe të Jakub Rexhepit. Çfarë kanë thënë këta? Këta kanë thënë që nuk i merr nëna. Tani, kam shpresë unë që ky zotria i nderuar Hajrullah Aruqi, që është gjyqtari i kësaj çështje, do vendosi të kundërtën e kësaj gjëje. Nga dyshimet e mia, unë jam avokate, do të marr pjesë si palë në këtë proces, por ama unë ngre dyshimet e mia, sepse kjo letër është futur dhe administruar në dosjen e kujdestarisë së fëmijëve të zonjës Hane Sylla dhe Jakub Rexhepi. Tani, e dini dhe faktin tjetër që Jakub Rexhepi është lidhur në martesë me një grua tjetër shqiptare dhe jeton në Gjermani? Se nuk e di ky Hajrullahi dhe këta dy zotrit. Pra, fëmijët sot nuk rinë me babain që është lënë kujdestaria, rinë me gjyshrit. Dhe kjo është e pafalshme. Kjo është vepër penale. Kjo është penale, zotri. Këta njerëz duhen denoncuar. Tjetër kush i ruan. Kjo duhet denoncuar. Nuk mund të qëndrojnë fëmijët me gjyshrit. E kam thënë këtu, e kam thënë në Shqipëri, do ta them kudo, prindrit janë të parët. Kur prindrit nuk janë në gjendje të mbajnë fëmijët e tyre, atëre kalojmë te gjyshrit. Po kemi nënën, nuk i mban babai, po i mban nëna. Si i mban gjyshrit? Tani në qoftë se çështja e fëmijëve është zgjidhur në këtë mënyrë. Jo, nuk është zgjidhur. Po sipas këtyre është zgjidhur. Unë mendoj që është zgjidhur. Po, është dhënë kjo zgjidhje. Po. Atëherë mund të imagjinojmë se si do të zgjidhet çështja e trashëgimisë, i takon kësaj zonje diçka? Prap, nuk e dal në një temë shumë të rëndësishme që besoj që Kosova e vuan shumë më tepër se sa në Shqipëri. Shiko, juve vajzat kryesisht i konsideroni si njerëz të cilët nuk përcjellin pasuri trashëgimore nga familja. Tani ka ndryshuar pak mentaliteti. Në aspektin kulturor, kështu është. Kulturor, pastaj ligjorin e dim të tërë. Po sa afrohet dot vajzat e shtëpia se e merr vllai e nxjerr për jashtë. E kupton? Po të nxjerr për jashtë edhe prindi. Se prindi e konsideron vajzën një njerëz që shkon dhe merr te buri. Se thot, lind te shtëpia huaj dhe shkon te shtëpia vet. Kjo është thënie shqiptare. Tani në qoftë se ju e pranoni, unë nuk e pranoj. Normalisht, se unë kam lindur shtëpinë time e para dhe kam vajtur në shtëpinë e bashortit dhe jetoj te shtëpia e bashortit. Tani, në këto kushte, pasuria që kjo zonja duhet të përcillte ishte ajo që ka krijuar bashkë me bashortin. Dhe ndërkohë nuk ka marrë jo asgjë, po s'ka marrë as ato rrobat cilat i vishte për ditë. Ka ikur me rrobat e trupit. Nuk i ka dhënë familja Rexhepi asnjë gjë. Dhe sot ajo ka gjetur një mundësi punësimi, punon dhe thot, zonja Eni dua të krijoj pak pasuri për të marrë ata fëmijë dhe për të jetuar me ta. Pra ajo zonjë, edhe pse është në një moshë akoma të re, ka harruar më veten dhe thot, unë do të vazhdoj të punoj për fëmijët e mi.
Zonja Eni, faleminderit shumë që e ndave për ne, sigurisht procedura do të vazhdoj, ju do të vazhdoni, do të ndiqni rastin. Faleminderit që më dha. Edhe një rast tjetër nga Kosova, nuk dija mund të flisni, dhe sa mund të flisni, për një rast një figure publike shumë të famshme, me bashkëshortin e saj. Unë se një fare, me gjitha të juve mund të përmëndni, unë se kam përmëndur kur, unë jam marrë me një familje në Kosovë, shumë të nderuar me mbiemrin Ret Koceri, jam përfaqësuese ligjore e familjes Ret Koceri, dhe më vjen shumë mirë që ju prekni temat të tilla. Ju jeni ka pjesa e bashkëshortit. Unë jam e bashkëshortit, po, e bashkëshortit dhe e nënës e bashkëshortit. Një zonjë nderuar. Se çfarë ju ka ndodhur edhe nënës e bashkëshortit? Nëna e bashkëshortit dhe zotria në fjalë kanë dalë nga banesa, nuk zëjmë asnjë pasuri, se në momentet shumë të vështira të kalimit të një smundje mendore të bashkëshortit të zonjës, i është marrë tërë pasuria, sigurisht në mashtrim, dhe sot ai zotri po lufton pikërisht për rimarrjen e kësaj pasurie. Në qoftë se këtu, në për media tuaja, është përcjell që historia u mbyll dhe ne e fituam gjyqin, kështu kam parë në ca media që thuhet, unë edhe një herë po përcjell nga ju, që ai zotri nuk ka fituar asgjë, flas për përfaqësuesin ligjor, se unë flas me ligjin këtu, nuk flas me personat, unë flas në bazë ligjit. Sa të bëj individi këtu. Nuk ka fituar asgjë sepse ai gjyq ne po presim të vazhdohet. Gjyqi që ka fituar është pikërisht një gjyq penal ku zonja ka shkuar, ka denoncuar bashkëshortin, i cili kërkon të zonjës një ribashkim familjar. I thoshte, a do bashkohemi? Sepse është dhe në efektin e një smundje të rëndë. Pra më vjen keq që e ri përsëris. Ajo, jo vetëm nuk ka vërtetuar faktin që bashkëshorti i saj është i smur, ku e ka çuar vetë me dorën e saj në spital dhe e ka nxjerrë raportin ajo që bashkëshorti në vitin që ka bërë kalimin e pasurisë është i smur mendor, por tani na del që ajo sëmundje, se unë një gjë nuk kuptoj në këtë mes, Resul. Keni mjek ju, po kemi mjek dhe ne në Shqipëri. Keni gjykata ju, kemi dhe ne gjykata në Shqipëri. Por të tilla përballje për mua nuk janë pozitive, sepse unë shqiptarinë e quaj një. Nuk e quaj andej dhe këtej, sikundër kam dëgjuar nga ju. Ca të Shqipërisë dhe ca të Kosovës. Për mua janë shqiptar kudo. Dhe i dua njësoj dhe dua t'i përkraj njësoj. Por, në qoftë se ne kemi një raport mjekësor, ku zotria ka qenë i smur mendor, dhe ti e ke çuar te noteri, dhe i ke marrë firmën, nën imazhin dhe dëshirën e tij për të ribashkuar me bashkëshorten, dhe i ke thënë firmose këtë letër se do ikim bashkë në shtëpi, dhe më pas e ke lënë në rrugë, unë këtë gjë i nderuar do ta bëj po pra publike në Kosovë dhe në Shqipëri për të thënë që këto gjëra nuk mund të ndodhin, sepse është një tjetërsim pasurie në mashtrim të hapur me ligjin. Tani, në qoftë se ju i pranoni, ju keni një përballje njëri që nuk i pranon dot këto gjëra dhe kam dashur që të vazhdohet një përballje publike, meqense thash, gjithmonë lexoj në media, unë zonjën nuk e njoh fare, zotrin që e përfaqëson nuk e njoh fare, çfarë lexoj nëpër media dhe i kam pritur të përballen publikisht. Deri sot ti nuk e parë që unë të kem dalë ndonjëherë publikisht me zonjën apo me zotrin. Prap jam mikpritse të vinë dhe të dalin. Atje ku ka filluar kjo çështje, atje do vazhdoj. Dhe unë i mirëpres. Në qoftë se nuk vinë atje, do vinë në Kosovë edhe faleminderit shumë për përgjigjen, sepse ato që kanë dalë media janë njëra anë, kjo anë nuk ka dalë media. Faleminderit shumë. Publicitet kthehemi në pjesën e radhës me zonjën Eni. Internet i shpejt, thirrje dhe SMS pa limit. Jallo, lidhja për shqiptarët në Zvicër. Vizitoni webfaqen jallo.ch/Kosova apo telefononi në numrin 0800 00 4848. E pifshi për shnep. Ruaj,
ful, tërhiq, fshi, depilo, kaput, ose thjesht mund të filloni të jeni vetvetja. Me dritën e butë qime do të bien në qetësi. Fotoepilatori Philips Lumea. Ndihuni të lirë në lëkurën tuaj. Hajde, përfitoni deri 25% zbritje në fotoepilatorin Philips Lumea. Oferta vlen deri më 20 prill. Gati për kujtime dhe ma të mira. Po kërkoni një mundësi të shkëlqyer për investim apo për gjetur apartament luksos në Bregdetin e Ulqinit. Model Slovenia Invest është zgjedhja ideale për të investuar. Banesat tona janë të pozicionuara në lokacione të shkëlqyera në Ulqin, afër qendrës historike të qytetit, tek bulevardit e Uta, si dhe me pamje nga valët e detit Adriatik tek kompleksi Sunrise në Meteris, mbi kalan e Ulqinit, një nga atraksionet më të famshme dhe historike të qytetit. Banesat ofron në mundësinë e pagesës nëpërmjet kësteve. Shijoni një qëndrim të qetë dhe komod, ndërsa jeni vetëm një hap larg nga historia dhe kultura e pasur që ofron qyteti i Ulqinit. Për më shumë informata, ju lutim që të na kontaktoni në këta numra informues. Abonohuni në kanalin ton zyrtar në YouTube. Jemi kthyer në studio me zonjën Eni, folëm për aspektin personal të punës, po tani do të kalojmë tek familja. E kemi një led ku ju jeni me prindrit tuaj. Të pika e dobët timja, dhe besoj i gjithkujt. Unë vi nga dy prindër shumë të nderuar, dhe normalisht jam shumë krenare për to. Jam krenare se jam vajza e një profesori shumë të madh në Shqipëri, i cili i mungon tani familjes dhe shoqërisë prej 10 vitesh, i matë ka ndruar jetë në vitin 2015, për ne ka që një humbje jashtëzakonshme, është një personalitet i madh në fushën e bujqësisë, dhe njëkohësisht shkencëtar i mirëfillt dhe sot në tregun shqiptar, fal punës edhe krijimit të tij, ka shumë fara që akoma vazhdojnë edhe sjellin ushqim për shqiptarët, dhe sigurisht që falë studimit të gjatë të tij në atë fushë, pra është një genetist i mirëfillt, ka lënë një vepër të jashtëzakonshme nga pas, por mbi të gjitha unë them që vepra më e madhe e tij është edukimi qytetar dhe njerëzor që na ka bërë mua dhe vllajt tim. Dhe për këtë do të jemi falënderues gjithë jetës figurës së madhe të Timeti. Ndërkohë është nëna ime është lumjane, pra unë jam gjysmë lumjane nga luma e Kuksit, dhe sigurisht jam akoma dhe më shumë krenare, sepse vi nga një familje si familja Spahiu, një familje si e Penës dhe e Pushkës, dhe ku më mirë se ju, që i njihni trevat afër jush, e dini emrin e surgjyshit tim Islam Spahiu, dhe kështu që fjalët e tepërta nuk ka nevojë tani, por ajo është një familje me tradita të jashtëzakonshme, dhe si një malsore e vërtet, neve na ka skalitur durimin, karakterin, fisnikërin, dhe jemi shumë e fat që e kemi akoma në jetë, dhe e kemi mes nesh, në një moshë pak të thyer, por që po ju na ndjek tani direkt dhe na falenderon përzemërsisht për emisionin që po bëjmë së bashku. Kur e bëm një fotografi para se të hynim në emision, ti e shikove si vllai motër. Si vllai motër, po.
Unë me vllajin tim nuk ngjaj sa me ty. Tani atë Është e tregoj çuditshme. që Po. nga origjina e lumës, vetëm një 2 kodra i kemi që na ndajnë, Pikërisht, sepse unë jam në asaj zone. prandaj po them. Kështu që prandaj them që jemi shumë afër. Jemi shumë afër dhe Gjenetika është aty, e asaj jone. Gjenetika është aty. Dhe unë prandaj e dua shumë Kosovën. Edhe e ndjej Kosovën si familje, se kam dëgjuar kaq shumë për të. Vajzat gjithë jetën duan t'i bëjnë prindrit krenar. Po. I ke bërë? Jam Ta shumë e kanë lumtur që shprehur? Ta kanë thënë? i mat në fakt rreth gati 3 vite e ndoqi veprimtarinë dhe aktivitetin tim. Dhe në një ditë, sepse thash, ka qenë një njeri shumë i madh në Shqipëri, vjen tek unë edhe më thot, shiko, thot, sot më ka ndodhur një ngjarje shumë e veçantë. I thash, babi, çfarë ka ndodhur? Isha ulur tha në një kafe, pranë punës së tij private, ka pasur një aktivitet privat, dhe thot, më thret, thot, një zotri nga larg dhe thot, jepi një kafe e zotit Hysen. Dhe unë tha, habitem, kështu i thash, faleminderit. Të njoh? Jo, tha. Po ti ke bërë një vajzë, mor zotri, tha, që normalisht ti e babai asaj vajze. Dhe unë që ngela dhe thash, ja arrita, tha unë kësaj dite, që njerëzit të më njohin, tha, nga ty, do me thënë, tha, e kam arritur tha këtë gjë. Dhe unë jam shumë e lumtur që i matë këtë ma përcolli me shumë dashuri, me as pak xhelozi, në kuptimin më të mirë të fjalës, sepse unë tër jetën do t'jem vajza e Hysenit. Por ai në atë moment mori pikërisht atë emërtesë që ju jeni baba i Enet. Kështu që për të ishte një lumturi e jashtëzakonshme dhe them që besoj e ka marrë këtë kënaqësi. Kurse mami është njeriu im i krau djathtë. Mami është ke më shumë. Babit. Babit. Qika e babit. Qika e babit, pa tjetër. Unë jam e tëra babi. Unë jam e tëra babi. Me ngjyra, thonë jam mami, se mami vjen bjonde dhe me ngjyra të çelta, por si natyrë, si karakter, si gjatësi, si fizik, jam Hysen Çobani në vend. Je konsultuar kur e ke zgjedhur profesionin? Ai ka qenë zgjedhësi i profesionit tim. Unë thash që kam pasur prirje për mjekësinë, nuk u arrit në atë kohë sepse kanë qenë tjera forma që merreshin, dhe ne vinim nga një familje e persekutuar në atë kohë, se daja që unë ju thash ka qenë i persekutuar, ka qenë i burgosur politik 18 vite, kështu që ne kemi qenë pak familje e parë me një sy pak ndryshe, por fal punës jashtëzakonshme, talentit në profesionin e tyre, ata kanë qenë njerëz që bënin ferk, themi ne në Shqipëri, pra binin në sy, dhe që normalisht ne jemi fëmijët e tyre dhe ke jemi shumë krenar, dhe në atë kohë mua nuk më dha dega që unë doja, se isha mbesa e dajës, kuptohet, dhe u caktova për inxhinieri hidro. Okej. Fala aty buri që u shikoni atje, ku me imbushur në djers, më vjen dhe më thot, një vajze që kishte mbaruar me medaljari, dhe unë mund të zgjidhja çfarë do fakulteti që dëshiroja, më thot, bab, ti nuk do shkosh atje. Ne do rim një vit bashk, dhe vitin tjetër ti do konkurosh sërish. Dhe unë sigurisht që bërë atë që tha ai, bërë një vit pauzë. Ai vit ishte i artë për mua, sepse ju futa gjuhëve të huaja, dhe ishin vitet e para të demokracisë, pra flasim për vitet 90-91, dhe fal atyre gjuhëve të huaja, unë fakultetin e drejtësisë e kam bërë gjysmë në Shqipëri dhe gjysmë në Itali. Kështu që ja ku del që çdo e keqe ka një të mirë, dhe unë e quaj fat, hapet një tjetër, dhe rrugtimin për drejtësi ka qenë po ai njeri që e vullosi dhe e tha që Eni ti do ndjekësh pikërisht të fush, ku gjyshi i babait tim që mban dhe ai emrin vet, Hysen Çobani, ka qenë gjyqtar, dhe që ne fotografinë e tij mbanim prej vitesh, e kam dhe unë në zyrën time sot, i veshur sigurisht me atë formatin e tyre, ishte dhe teolog i fesë islame, Bektashi dhe Kadi, i kishte të dyja profesionet, dhe unë besoj që kam hesur në gjurmët e tij, ka qenë njeri shumë i njohur në trevat e Gjirokastës. Faleminderit shumë për këto histori. Ndërkohë ju keni një djalë, Aldin. Aldi. Si është Aldi? Aldi është timi dhe i bashortit tim, ngjan nga të dy, thonë që më ngjan mua, pak më shumë. Për nga profesioni? Për nga profesioni është nga ana ime,
Sigurisht ai ka mbaruar studimet jashtë, shkëlqyshëm, ka qenë ekselent, sapo mbaroi masterin dhe nuk qëndroi jashtë. Kjo ishte edhe për neve një habi, të themi, sepse ju ofruan shumë gjëra, por ai vendosi të vinte në Shqipëri. Dhe neve sot e kemi aty, jemi shumë të lumtur për ardhjen e tij dhe vazhdimin e jetës në Shqipëri dhe urojmë që të ketë suksese. Vazhdon dhe Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë. Kështu që besoj që shumë shpejt do të jetë edhe një jurist shumë i mirë. Pastaj se çfarë do të bëhet në profesion është një gjë tjetër. Pa është rrugës. Është rrugës në profesionin. Po, ke kohë ti kushtohesh atij? Ke pasur kohën e mjaftueshme? Ajo hyn në një nga ato pendesat. Ato pendesat që folëm në fillim. Që folëm në fillim, që sigurisht çdo nën do që t'i ri fëmijës vet sa më shumë afër. Por unë besoj që kam punuar për të lartësuar emrin jo vetëm timin, po dhe të familjes dhe të tijn. Kështu që besoj që atë pendesën e qëndrimit fizik me të e kam kompensuar me anën e profesionit, që besoj që ai është shumë i lumtur sot, që është djali im dhe djali i babait vet. Ku jemi të dy profesionistë goxha të mirë në fushat tona. Kur ta ka dërguar një letër për herë të fundit? Po Aldi është pak bashkë me bashortin tim, janë pak njerëz që nuk e duan pjesën publike. Okej. Dhe biles bashorti im ka një thënie që mjafton një në familje, se 2 e 3 bëhen shumë, kështu që jemi një në familje. Dhe nuk e mbaj mend letra e fundit, ka kohë. S'para bëjmë letra, bëjmë ato mesazhet në WhatsApp, po letra sot, si kjo letra... Sot unë kam dorë një letër nga Aldi. E pas keni bërë një punë bindëse shumë të madhe, se Aldi është pak natyrë. Faleminderit. Ta lexoj unë apo po e lexon ti? Po e lexoj unë. Po, se unë e lexova timen, kështu që ju lexoni të Aldit. Atëherë, kjo është letra e Aldit që e kam në dorë. Dhe këto janë fjalët e tij. E dashur mami, sot dua të të flas jo vetëm si djali yt, por si njeriu që ti ke formuar me aq dashuri, për kushtim dhe mençuri. Nuk di nëse kam gjetur ndonjëherë fjalët e duhura për të thënë se sa shumë të admiroj, por sot dua ta bëj. Ti ke qenë gjithmonë drita ime, udhërefyse, jo vetëm si prind, por edhe si udhëheqëse profesionale, si juriste, si studiuse, si lidere. Ti më mësove se suksesi nuk matet me fitoret e shpejta, por me vlerat dhe qëndrueshmërinë që mbajmë gjatë rrugës. Asnjëherë nuk më thej jo në mënyrë të prerë, por më mësove me logjik se çfarë vlen dhe çfarë jo. Më mësove të analizoj, të peshoj gjërat dhe të marr vendime me mendje të kthjellët. Ti më dhe dhuratën më të madhe, aftësinë për të menduar, për të mos ndjekur verbërisht, por për të kuptuar thellësisht. Më edukove me imazhin e të parëve tanë, duke më mësuar t'i vlerësoj, t'i mësoj nga gabimet e tyre dhe të ndërtoj mbi punën e tyre një jetë më të mirë. Më tregove se trashëgimia e vërtet nuk është vetëm ajo që e lëm pas, por ajo që e mbajmë brenda nesh, si një busull që na orienton drejt së ardhmes. Më mësove tolerancën, më mësove të dëgjoj me kujdes, të kuptoj përtej fjalëve dhe të jemi fort edhe kur sfidat bëhen të mëdha. Ti më tregove se fuqia e vërtet nuk është te zëri i lartë apo te reagimi i nxituar, por te sjellja e mirë dhe elokuenca. Më mësove se mirësjellja nuk është dobësi, por arma më e fortë që mund të ketë një njeri. Ke kaluar shumë sfida në jetën tënde dhe e di që do të përballesh me akoma më tepër. Duhet të dish se unë do të jem gjithmonë aty për të mbështetur, për të qëndruar pranë, që impakti i punës dhe i përkushtimit tënd të jetë akoma më i thellë, më jetë gjatë dhe me kuptim plot. Çdo sukses që kam arritur deri më sot, çdo vlerë që mbaj fort brenda vetës, është një reflektim i joti. Sepse ti nuk ishe vetëm nëna ime, ti ishe një frymëzim im më i madh, së bashku me babin. Të dua pafund dhe do t'jem gjithmonë mirënjohës që jam rritur me dashurinë dhe mençurinë tënde. Me gjithë zemër, Aldi. Faleminderit. Bravo, Aldi. Bravo. U dashka të thirret më njërë në për emisione që të më shkruaj këto fjalë, se kështu zakonisht debatoj me njëri tjetrin,
Dhe nuk e kuptojmë neve nënat vërtet atë dashurinë e thellë që fëmijët ushqejnë, sepse ne i rrisim sa me dashuri, por dhe me kritika, sepse i duam sa më të mirë dhe se veten. Kështu që në këto momente edhe ne reflektojmë që vërtet pas kemi bërë punë të mirë me fëmijët të tanë. Kështu që është dashuri. E falenderoj Aldin shumë. Do jetë një kujtim shumë i bukur për mua kjo letër, realisht. U emocionove? Shumë. Sepse Aldi, thash, është natyrë që nuk flet gjatë. Është pak, fjalë pak, është shumë i thellë dhe mendohet gjatë kur do të ta thot diçka. Kështu që besoj që sot ai ka kapërcyer pak vetën dhe ka dalë pikërisht me këtë dedikim që unë e vlerësoj jashtëmase. Do jetë një nga kujtimet më të bukura që djali im ka dhënë. Besoj që do m'japi dhe tjera në të ardhmen, po kjo është një gjë shumë e bukur. Dhe falenderoj shumë, shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit, kaloj një orë. Besoj jo se jo. Shu kalojnë orët. Shu kalojnë orët. Kështu që unë besoj, nuk ka rëndësi ora, dhe kam thënë dhe në letrën me veten, ka rëndësi kënaqësia që japim njëri tjetrit, dashuria që përcjellim, mirësia që ne kemi në zemrat tona, dhe besoj që këtë ja përcjellim dhe publikut, dhe kjo na bën që të jemi shumë më jetëgjatë me njëri tjetrin dhe me ata. Kështu që jam shumë e lumtur që kam kaluar këto orë kaq të këndshme mes jush edhe në drejtimin tuaj. Faleminderit shumë. Zonja, e falenderojmë dhe e përcjellim me një duartrokitje shumë të madhe, zonja Neni. Do kisha vetëm një mesazh në fund. Po. Sepse këtu shikoj që ka gra. Edhe na ndjekin dhe gra, po na ndjekin dhe burra, si ju dhe shumë të tjerë. Kam vetëm një këshill. Duajini veten tuaj, mos vini të tjerë përpara vetes, sepse duke dashur veten, duam dhe ata të tjerët. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme një grua e shëndetshme, mendërisht, shpirtërisht, me zemër të madhe, e cila të doj dhe veten, ta duan dhe ata me të cilët ajo jeton. Është shumë e rëndësishme për realitetin shqiptar. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Resul, suksese, mbarësi. Faleminderit. Faleminderit shumë, zonja Eni.